Emergjenca civile kanë qenë prezent në Novosel edhe përgjatë kësaj të shtune. Nga ura e Mifolit, kreu i emergjencave civile, Haki Çako, ka dhënë përditësimin më të fundit mbi situatën e krijuar nga rreshtet e dendura të ditëve të fundit, të cilat kanë prekur Florën, por edhe daljes të lumejve në disa zona të vendit. Çako theksoi se situata vijon të mbetet ende emergjente edhe në Novosel. Referuar lumit vjos, Haki Çako konfirmoi se ka një ulje të nivelit të ujit prej disa orësh, ndërsa prurje sipas tij mbeten në nivele të menaxhueshme. Gjithashtu, ai deklaroi se strukturat e emergjencave civile vijojnë të jenë në gatishmëri të plot pasi situata është ende e paqëndrueshme. Atëherë jemi në ditën e 4, natyrisht që jemi akoma në situatë emergjence në shkallë vendi në lidhje me prezencën e rreshjeve në nivel kombëtar. Situata është në kontroll, thuajse që të gjitha institucionet, strukturat, operatorët janë të angazhuar sipas prefekturave dhe bashkive dhe momentalisht jemi në urën e Mifolit, ku duhet të theksojmë se prej gati 12 orësh ka filluar rënja e nivelit të vjosës. Tashmë është larguar rreziku ose risku i shtuar dhe presim që të hyjë totalisht në shtratin e vet, pasi edhe nivelet në Përmet dhe në Memalia, në Drinos dhe në lumenjtë e tjerë, Shushica dhe në lumenjtë e tjerë kanë rënë ndjeshëm nga dita e djeshme dhe e pardjeshme, ku intensiteti që i jashtëzakonshëm i prurjeve deri në maksimale, por duhet të theksojmë që gatishmëria ka qenë e jashtëzakonshme e të gjitha strukturave dhe institucioneve dhe nuk kemi aktualisht as probleme me banorët, por prezencë ujë natyrisht që kemi. Në komunikimi për media, Haki Çako u ndal edhe tek situatat e krijuara në të gjithë vendin, kryesoret në bashkitë Shkodër, Lezhë, Devol, por edhe Sarand, ku pati dëmtime të argjinaturave, por edhe prezencë ujë në toka bujësore, rrugë, njësi biznesi apo edhe banesa. Nga emergjencat, sipas tij, është ndërhyrë ku ka patur nevojë për evakuime banorësh apo gjëne gjallë.